Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Tani dua pak të ndaloj tek pyetjet e shumta që në fakt më vinë në Instagram. Fatmirësisht, unë do ta them fatmirësisht, çifti Briteo ka një dashuri të madhe nga publiku dhe publiku është kureshtar të di gjithçka rreth tyre. Pasi që tash më kanë dalur ca video që Briteo ka xhiruar natën e mbrëmshme tek bulevardi, domethënë këtë që unë e thash, e shikoj që fansat e tyre kanë krijuar një lloj besimi tek unë dhe më pyesin Tiron si qëndrojnë gjërat, si është marrëdhënia e tyre. Natën e mbrëmshme, Brikena dhe Mateo kanë xhiruar në Portokalli, domethënë do t'jetë edicioni i të dielës ku do të shfaqet Brikena dhe Mateo të ulur përballë njëri tjetri. Kanë qenë në skenë me Visian Ukcenaj, do ta shohim Brikenën edhe në këndin e aktores, unë me thënë drejtën nuk e kam parë ndonjëherë. Mendoj që Mateo ka sens humori, sepse këtë sensin e ka përdor edhe brënda në shtëpinë e Big Brotherit, por besoj që dhe Brikena ka sens humori. Sikur më parë, do me thënë, krahasuar me ish banorët e tjerë të cilët kanë qenë pjesë e asaj skene, në këtë javë ku ka qenë prezent çifti Brikena dhe Mateo, publiku ka qenë më entuziast për t'i parë nga live dhe studio ka qenë më e mbushur me ndjekës të cilët e kanë ndjekur nga afër Portokallin, do me thënë që i kanë shijuar këto momentet e Portokallis. Brikena ka përzgjedhur që të jetë e veshur me një fustan të zi, gjithashtu dhe Mateo i veshur serios, ku kanë patur mundësinë dhe fatin të takojnë Brikenën dhe Mateon, imitimin e tyre që kanë bërë gjatë të gjithë Big Brotherit. Duke që Brikena imitimin e ka marrë me shumë sportivitet, do me thënë nuk e ka përjetuar keq, ashtu e ka marrë edhe Mateo. Por çfarë po ndodh në marrëdhënien e tyre? Shumë tituj bombastik, ultimatum, Brikena duhet patjetër ta mban unazën, Mateo duhet patjetër ta mban unazën, si qëndron raporti i tyre. Nga informacione që kam unë, nuk ka asnjë lloj ultimatumi në këtë çift, por ka dashuri. Ka mirëkuptim dhe ka respekt. Brikena qëndron në një hotel në Tiranë, aty ku në fakt ja ka bërë të mundur televizioni Top Channel, sepse ajo këtë javë në Tiranë ka ardhur për të qenë prezente në këtë televizion, për të bërë provat në Portokalli, për të xhiruar spektaklin që do të transmetohet të dielën, do me thënë ka qenë me punë në e përkushtuar në televizionin Top Channel. A vazhdon të jetë edhe ditën e sotme në Tiranë, nga informacione që unë kam, Brikena vazhdon të jetë edhe ditën e sotme, por ato kanë përzgjedhur së bashku me Mateon që të mos publikojnë shumë fotografi nga përditshmëria e tyre, nga momentet e tyre, nga gjërat e bukura që në fakt ato po i shijojnë. Qëllimi i tyre është që marrëdhënien e tyre që e kanë ndërtuar brenda në shtëpinë e Big Brotherit dhe që po jetojnë jashtë shtëpisë, ta shijojnë dhe ta përjetojnë të dy së bashku. Nuk e bëjnë marrëdhënien për klikime, do me thënë Brikena është shumë e prerë në këto gjëra, ajo dëshiron që publiku ta vlerëson për Brikenën si artiste dhe jo për Brikenën si e dashura e Mateos. Brikena ka marrë shumë kontrata, të cilat në fakt do t'i publikon gjatë muajve në vazhdim. Njëherë do me thënë është fokusuar tek emisionet e Top Channelit, ku do t'jetë prezente, ku edhe për herë të parë në fakt do të flet Brikena për historinë me dashurinë e Mateos, sepse Mateo ka folur për dashurinë e Brikenës. Besoj që do t'jenë ditë të bukura, do t'jenë ditë pozitive që në fakt do të na shijojnë pafund. Do me thënë deri më tani marrëdhënia është korrekte, është shumë në rregull, Mateo po e shijon dashurinë me Brikenën, Mateo i është rikthyer punës së tij, profesionit të tij, gjithashtu edhe Brikena punon me një entuziazëm në profesionin e saj. Le ta shohim çiftin, le ta duartrokasim dhe le ta mbështesim gjithmonë.